Avokati dhe prokurori janë dy palë të barabarta në sallën e gjyqit. Palë të barabarta që i siguron Kodi i procedurës penale dhe çdo element tjetër i organizimit gjyqësor. Nuk është në teori duhet jesh i barabartë si palë, por është dhe në praktikën gjyqësore dhe ligjore, që do të thotë prokurori çohet me leje të gjykatës dhe ulet me leje të gjykatës, një lloj si avokati. Prokurori nuk mund të veprojë si një organ procedues që duhet filloj hetimin brenda sallës së gjyqit. Në sallën e gjyqit, arbitri që nuk lejon dhe miza të mos pipti është vetëm gjyqtari. Dhe këtë kuptoj dhe me faktin që në rast se në sallën e gjyqit ndodh një vepër penale, përgjegjës për të filluar ushtrimin e ndjekjes penale është vetëm gjykatësi, nuk mund të jetë prokurori. Për këtë arsye, ngjarjen e fundit është një këmban alarmi për tëra palët, është një këmban alarmi për popullsinë sepse tregon dy elemente të rëndësishëm. E para, represivitetin e prokurorisë, të mos ditë ku ka vendin e vet. Dhe e dyta, të kurrjen, tulatjen dhe fshehjen e gjykatës. Në një situatë të tillë, gjykata duhet kishte ndërhyrë shumë fort, duke i tërhequr vëmendje dhe prokurorit. Por fakti që ndodhi ngjarje e tillë, vazhdon zinxhiri i paligjshmërive. Kur hyn në sallën e gjyqit, zoti i sallës është gjyqtari, jo prokurori. Në këtë rast, gjyqtari jo vetëm që ka mbajtur krahun e prokurorit, por nuk i ka tërhequr vëmendjen prokurorit që t'i thoshte, kam konstatuar apo jo vepër penale, e vendos unë, nuk e vendos ti si prokuror. Dhe për këtë arsye, roli i gjykatës në këtë rast ka qenë shumë indiferent. Gjykata duhet kishte ndërhyrë që stabilizonte palët.